Kjo e dënimi atinve që zbojnë namaz. Kjo e dënimi atinve që zbojnë namaz në ahiret. Ndërsa neve në kanë arë rivajetet të vërtet që i kanë ndodhë në kohën bashkore sot. Kanë ndodhë me një shtet që e quajnë Jordan. Kanë ndodhë një ndodhi edhe na transmeton një hoxh dhe na tregon. Tha përderisa ishmi në Jordan, në venin qytetin Irbit, tha ishmi në xhami, tha kanë hinë mrena në xhami disa njerëz. Tha të habitur dhe po thojnë ku a hoxha. Tha na u drejtum të njani prej neve pi Kuvajti ishte. Tha ishte prej hoxhallarve to. Tha i tham që ki, tha u nani shakini. Tha e kena një problem që nuk ki po dim si me zgjidh. Tha qar problemi keni? Tha ka vdek një gjali ri, kena shku me gri varit. Tha e kena gjet një gjarpën të madh edhe s'po dim që shpia bon s'po tel jashtë. Tha atere tha na bashk me atë hoxh, ki që na transmeton dhe na tregon kena shku të varë. Por kena shku të varë, e kena pasë një gjarpën i madh ishte konët. Tha që zdita që mja boj, thash, shko një 200 metra grinë një varë tjetër. S'kishmi mundësina me nëzirë jashtë, tha një shikjon të sikur me qenë njeri. Tha shkum 200 metra dhe e grim një varë. Për derisa e banëm gati, hamen me bon gati, ja pra dull një gjarpën i njejt edhe në këtë vend. Tha kur dull kjo tha mu kujtu një tregim, që Imam Kurtubi u ka tregu në librin e ati të dhkira, një pris që e ka sundu Istanbulit, i cili ka qenë i padrejt, 30 varë ja kena gri një gjarpën i njejt ka ndo. Tha edhe e dita dhe pitam shokve, pitam s'ka mundësina mi gri edhe 300 varë, ki gjarpën ka me në da. Tha e njoftun policin, erdhën policia dhe rrathakun varit. Tha mundonu, tha inshallah pos me qetë mi jashtë, se s'kena mundësina 30 varë mi gri, edhe 300 prap ki gjarpën ka më konë. Tha e morëm edhe ti qish, erdhën sigurimi edhe qitëm jashtë. Në skajnë të varit po rrin edhe po në shqyqat, sikur me qeni gjallë. E prunën gjenaz, erë gjemoti e prunën gjenaz, e afrum të vari këtë tri, i cili kishte vdekën i ri. Tha kur e prunëm të vari, e prunëm e afrum tha gjemoti kur e pa, prej të shtimit ma tha shumitës i ratë vik. Tha dhe ndima e shpejt tha bon të njerëz dhe qonë të spital. Tha që di e ma dhe u bon. Tha atere kanë hi familja ati me shtun varë, a qarë min s'kejt të varit por rri, s'pa ka ku cim kërkush me përzon dhe ku me qu. Tha e shlun varë, por se e kena shlu, tha i ka dhonë zor edhe ka hin varë, ka dhonë këto që e shlun t'ju në shpejt. Tha edhe para neve ja ka nis pika kompe mbështjel. Tha e mbështjeli deri sa erter të fitit. Tha pas ta i peshlëngon tha vëllaj, tha ja thën të eshtrat e na ndëgjojshmin dëgjimin mi pos kishmi shka mi bo. Tha ja thaj kejt kocit, tha por sa ja thaj kocit tha undar, dhe shqyqojnë s'pele tha e mlum qashto. Tha pasi që e mlum, tha shkova të familja me pa. Tha kur shkova me pa, tha e posh babën e ati ishte konkona. Tha selam dhe i tha shkajret, kush ke ki gjallë? Tha i baba tha gjali jem akon. Tha o ti bab, më tregon qëfar njeri ki ka qenë. Tha vallaj njeri ma të mirë s'kam pa. Ka thonë gjalli jem njoni prej ma të mirëve akon. Kur fjallën s'pa ka këti, kur kukujnë e ketë si ka bo. Tha viç një të keqe e ka pas, namaz nuk ka bo. Tha viç një të keqe tha e ka pas, tha namaz nuk ka bo. هذه نهاية حالي فرشدت